Është tentimi i radhës për me zgjedh kryetarin apo kryetaren e kuvendit, për momentin duket se jemi në një blokadë. Mendoj se është përkeqardhje situata, por pres që të gjitha partitë politike duke për fillu nga lëvizja e vendosje të fillojnë të bëhen më të përgjegjshme dhe të gjejnë një zgjidhje. A do të jetë e nevojshme që presidentja t'ju mbledh dhe a keni gatishmëri që të shkoni nëse presidentja ju fton? Kjo është pyetje për gatishmërinë, për të shkuar është pyetje për kryetarin e partisë. Mendoj se presidentja në këtë rast nuk ka kompetencë, është çështje kryekuput partive politike dhe e kuvendit që duhet në gjithë zgjidhjes. Çfarë do ndodh pas kësaj seance, zoti Gashi, pasi që në seancën e kaluar Ministra Kosovë Lila tha që do të hyjë një çfarë sokar pasi që 30 ditë do të duhet që të konstituojë kuvendi sipas argumentimit të shkollës konstituese. Keni dhënë interpretim tjetër ju prej? Nuk mendoj se është ashtu interpretimi, gjithsesi mbetet shihet. A do t'i ndjek një hapa ligjore që nuk ka vakum kushtetues kjo çështje? Problemi nuk është në vetvete vakum kushtetues, është mungesë vullnetit të gjetjes zgjidhjes. Dhe kur ka mungesë vullnetit të gjetjes zgjidhjes, gjithmonë gjendet hapësirë për me bërë probleme. Se nuk e ka do të një kallëzim penal që keni paralajmëruar për Nuk kam paralajmëruar asgjë, unë kjo është pyetje për kryetarin e grupit. Nuk mendoj që unë jam pjesë e partisë, por nuk flas në emër të partisë apo grupit parlamentar. Jam për aty që kam një mendim pak më ndryshe për këtë çështje. Dhe kur do të vazhdoni si mendimi në 24 tetor nëse vazhdon kjo çështje? Do të vazhdoj deri në gjendet një zgjidhje, derisa të gjendet. Mendoj se duhet gjendet një zgjidhje deri në atë ditë. Sa i përket kësaj çështje nuk mendoj se është publike akoma. Faleminderit shumë, punë të parë,